Të njëjtët emra po vazhdojnë të përfitojnë fondet e Startup Albania në një vit në tjetrin. Krahasimi i listave zyrtare të fituesve të viteve 2024, 2025, 2026 tregon se një numër i konsiderueshëm startupesh janë financuar në mënyrë të përsëritur, ndërsa disa prej tyre rezultojnë fitues në të 3 thirrjet e organizuara deri më tani. Verifikimi i dokumenteve zyrtare tregon se të paktën 7 startupe kanë përfituar fonde si në vitin 2024 ashtu edhe në vitin 2025. Bëhet fjalë për Space 05, që në vitin 2024 figuron si Destil Space 05 dhe një vit më vonë si Space 05. Kungul, që në vitin 2024 aplikoi si Kungul App, si edhe Action Bridge, komuniteti, autokorrektori i gjuhës shqipe, B2 Balkan dhe List Albania, të cilët shfaqen fitues në të dyja listat. Përsëritja bëhet edhe më e dukshme në krahasim mes listave të viteve 2025 dhe 2026. Në to figurojnë sërish Mad Wallet, Action Bridge, B2 Balkan, autokorrektori i gjuhës shqipe, komuniteti dhe Vlepa, të cilët kanë përfituar fonde në të 2 vitet radhazi. Por dokumentet tregojnë edhe raste ku nuk ndryshon vetëm startupi, por vetëm emri i projektit, ndërsa personi dhe nipti mbeten të njëjtë. Emil Andoni rezulton fitues në vitin 2025 me projektin eHealth Albania, ndërsa në vitin 2026 me eDoctor me të njëjtin nipt. Gregor Andoni përfiton në vitin 2025 me Grand Industries, ndërsa në vitin 2026 me Grand Creative Industries, sërish me të njëjtin nipt. Megjithse ndryshon edhe industria e deklaruar. E njëjta situatë konstatohet edhe për Fation Gjatën, i cili në vitin 2025 fitoi me startupin Brisk Square, ndërsa në vitin 2026 me Outer Links me të njëjtin nipt. Po kështu Mavis Struga rezulton fitues në vitin 2025 me Eco Fungi Albania, ndërsa në vitin 2026 me Esi Projects, pa ndryshuar subjekti juridik, ndërsa Aldi Leka përfiton fillimisht me startupin Ata në vitin 2025 dhe një vit më pas me ECN Partners, duke përdorur të njëjtin nipt. Edhe krahasimi mes viteve 2024 dhe 2026 nxjerr në pas startupe që rikthehen si fitues, pavarësisht se nuk figurojnë në listën e vitit 2025. Në këtë kategori bëjmë pjesë Upfront Albania, Sales Central, List Albania, One More, që në vitin 2026 figuron si One More App, dhe T-Blocks. 4 raste bien veçanërisht në sy pasi rezultojnë fitues në të 3 thirrjet e organizuara deri më tani: Action Bridge, B2 Balkan, autokorrektori i gjuhës shqipe dhe komuniteti. Të 4 këto startupe figurojnë në listat e fituesve të viteve 2024, 2025 dhe 2026. Një tjetër element që del nga verifikimi është se në disa raste nuk përsëritet vetëm startupi, por vetë përfituesi. Dokumentet tregojnë se Aldi Lekaj, Emil Andoni, Fation Gjata, Gregor Andoni dhe Mavis Struga kanë përfituar grante në më shumë se një herë, duke aplikuar me startupe të ndryshëm, por me të njëjtin person dhe të njëjtin nipt. Skandali me Babun dhe Marigo ka raste kur parat ndahen edhe mes burrit dhe gruas. Dokumente zyrtare tregojnë se startupi Marigo Marketplace u shpall fitues në vitin 2024, duke përfituar 3.500.000 lekë në fazën e dytë të zhvillimit. 2 vite më vonë në listën e përfituesve të Grant 2026, i njëjti projekt shfaqet me emrin Marigo Fashion Marketplace, duke marrë edhe 6.800.000 lekë në fazën e zgjerimit. Në total, projekti ka përfituar 10.300.000 lekë fonde publike. Megjithatë, verifikimet tregojnë se aplikacioni Marigo për Android është hequr nga Google Play Store që prej 10 korrikut 2026. Përpara se të hiqej, ai kishte regjistruar vetëm 284 shkarkime, ndërkohë në App Store nuk rezulton më asnjë aplikacion aktiv i zhvilluesit, ndërsa faqja zyrtare marigoapp.com aktualisht nuk funksionon dhe shfaq gabim serveri. Fitues del edhe kompania Babun, e cila prej vitesh operon në treg dhe vështirë sa mund të konsiderohet më një startup, që sipas vetë filozofisë së skemës, duhet të mbështesë biznese të reja dhe inovative. Pavarësisht kësaj, kompania rezulton mes fituesve të fondit publik, edhe pse sipas të dhënave të disponueshme, aktiviteti i saj ka hyrë në rënje dhe operacionet në Kosovë janë mbyllur, por situata bëhet edhe më interesante pasi Babun zotërohet nga Genti Selenica, ndërsa Marigo Marketplace nga bashkëshortja e tij. Pra përveç se kemi ndarjen e fondeve brenda familjes të dyja rasteve, pra si të Babun ashtu edhe të Marigo, ka shkelje flagrante. Rasti ngre pikpyetje mbi mënyrën se si monitorohen projektet që financohen me fondet e Startup Albania. Nëse një startup financohet fillimisht për zhvillimin e produktit dhe më pas për zgjerimin e tij, lind pyetja se cilët tregues janë marrë në konsiderat për të vlerësuar suksesin e projektit dhe për të miratuar një financim të dytë.